të shikojmë të dashur qytetar ndërmarrjet publike qendrore në Republikën tonë. 17 ndërmarrje publike qendrore i ka Kosova, para qeverisjes tonë, veç 2 kanë punu pa humbje. 15 kanë punu me humbje. Kjo i bën që kanë punu për tjetër kënd. S'ka punu për publikun që kanë emrin. Kanë qenë ndërmarrje, po jo bash publike. Prej 17 ndërmarrjeve, vetëm 2 pa humbje. Sot që po flasim, ma shumë se gjysa punojnë me fitim, dhe krahasimi është konkret me shifra. 3 vjet para ardhjes tonë në qeverisje, 17 ndërmarrjet publike qendrore në Kosovë kanë pas humbje kumulative 59 milion euro. Minus 59 milion euro ka qenë bilanci i 17 ndërmarrjeve publike për 3 vjet para ardhjes tonë në qeverisje. E në 3 vjet tona të qeverisjes, ky minus 59 milion, a dini sa është bërë? Plus 195 milion euro. E deri më sot, kjo plus 195 milion euro është plus 214 milion euro. Pra, vetëm me pas qëllimin e mirë, me punu shumë, edhe mos me kesh përdor, rritja është e pashmangshme. Mandej ndoshta edhe fatit të ndje. Si shtot populli jon, do të me pas njetin e mirë, mja bo hizmetin e mas ne vjen edhe kismeti. Pra, kjo ka ndodhur në qeverisjen tonë. Për të qenë edhe ma konkret, Telekomi i Kosovës, Vala, nuk ka kompani të telefonisë mobile, ku do në botë, që mundet me bankrotua, me dalë me humbje, nëse dikush nuk e ka këtë gjë qëllim. Këta para neve kanë pas këtë qëllim, se kanë desht me shkatru për me ble lirë. Vet me shkatru, vet me ble lirë. Prandaj, për 8 vjetë, para ardhjes tonë qeverisje, Telekomi i Kosovës, kjo vala jone dashur me të cilën flasim gjithnjë më shumë, por njëkohësisht edhe gjithnjë më mirë, për shkak se janë ndërtu shumë elemente të reja të infrastrukturës së saj, për 8 vjet para neve, 8 vjet. A dini sa kanë qenë humbje? 149 milion euro. Për 8 vjet, 2 mandatet tyne, ku her kanë qenë ka 2, her kanë qenë të 3, 4, ku dijon, njëherë ka qenë pani me 12 parti, po krejt bashkë në që ato 8 vjeqarin e tyne, 149 milion euro Telekomit ja kanë shkaktu humbje. Ndërkaq me qeverisjen tonë, në 3 vitet e fundit, 2023, 2024, 2025, fitimi 23 milion euro. 2 vjet ka 7, 1 vjet 9 milion euro. Tjetra, kompania Iberlepens. Para ardhjes tonë në qeverisje, për 5 vjet, humbjet e saj 9.3 milion euro. Ndërkohë që në 3 vitet e qeverisjes tonë, fitimi 3.5 milion euro. Ose, që po e marrëm edhe postën e Kosovës. Në vitin e kalum 2025, posta e Kosovës, fitimin e ka pas 1 milion euro. I ka hap 31 zyra anë në Bankë Kosovës, 8 prej tyre në veri të Kosovës, edhe i ka dalë fitimin 1 milion euro. A para neve, e ka pasur 9 milion euro humbje. 9 milion euro humbje. Pra, 149 milion euro humbje Telekomi, 22 milion euro humbje Iberlepensi, 9 milion euro posta e Kosovës. Vazhdimisht me humbje. Tash jenë vazhdimisht me fitim. Prandaj është të rëndësishme të kuptohet sa rëndësishme është 7 qershori.